Takohemi sërish të nderuar miq, jemi në këndin e intervistës, do të flasim për sheshin e ri të Tiranës, projekti së cilit u prezantua sot nga kryeministri Edi Rama. Të gjitha detajet do të na jap në këtë moment Genta Golli, i cili është edhe koordinatori i këtij projekti. Mirë se erdhët në studio. Mirë se gjitha. Pikë së pari, çfarë sjell nevojën e rindërtimit të sheshit? Si sa dhe kryeministri, Tirana sot është pa një shesh kryesor. Çdo qytet i botës duhet ketë një shesh, sepse sheshi është dhe identiteti i qytetit. Forma ekzistuese e sheshit sot është një formë që në të kalojnë makinat, është si një autodrom që qyteti nuk e ka nevojën ta ketë aty. Pra duhet kemi një shesh që t'i kthehet qytetarëve të Tiranës, një shesh këmbësor, që t'i shërbej këmbësorëve dhe njerëzve të Tiranës. Ky është qëllimi. Në fakt, edhe me sa di ose me sa gjithë qytetarët e Tiranës dinë, tek sheshi Nën Tereza e ka zvendësuar deri diku në një farë mënyrë, apo i ka përmbushur ato nevojat e gjithë qytetarëve për të pasur një shesh për të... Sheshi Nën Tereza nuk është shesh kryesor i qytetit Tiranës. Jo, por mbyllet çdo darkë, pikërisht sepse nevoja është e lartë apo jo? Qyteti ka zemrën e tij dhe zemra e qytetit historikisht ka qenë sheshi Shkënderbej, dhe aty sot monumenti i Gjergj Kastriotit është gati inekzistent, sepse është larg këmbësorëve, që nuk mund të kesh akses të të, dhe kjo e bën që nuk është më në atë identitetit që ka qenë dikur. Kjo ndërhyrje, që është një ndërhyrje që ka kohë që po punohet, do ta kthej të jetë pronë e qytetit. Do të jetë monumenti i... Sigurisht që monumenti do të jetë aty. Ku do jetë? Do jetë pikërisht aty ku është, i palëvizur. Sepse tek pamjet dhe imazhet e sotme nuk ishte shumë e qartë, nuk dukej se ku do ishte. Nuk e di se çfarë imazhesh keni parë, por gjatë prezantimit të projektit. Është aty dhe nuk lëviz nga një pozicion që është sot. Çfarë pritet i sjell Tiranës? Dhe mund ta jep disa nga detajet e këtij projekti, sepse sot u fol për një larmi drurësh, pemësh, gjelbrimi etj. Ky si projekt ka disa aspekte kryesore dhe element kryesor që sjell. Një ndërtor gjelbrimi, janë gurë natyror, është sistemet e ujitjes dhe të shatërvanëve, ndriçimi i sheshit dhe të godinave rreth e qark sheshit. Këto janë elementet kryesorë që ka si projekt. Për sa i përket gjelbrimit, ne do të sjellim në qendrën e Tiranës varietete drurësh dhe bimësh nga gjithë trevat e Shqipërisë. Pra do merren këto bimë nga trevat ndryshme, do të implantohen në qendër të Tiranës. Këtu flitet për rreth bimë karakteristike, drur karakteristik. Flitet për drur dekorativ karakteristik, janë rreth 900 pemë të dimensioneve të ndryshme, të larta dhe të mesme, janë rreth 520 drur frutor që rriten në vendin tonë. Rreth 954, po jap një shifër, po shkure të larta dekorative, që flas shkure të larta dekorative, janë shkure që janë 1,5 metër dhe më të larta, janë shkure të vogla, që janë rreth 4400 shkure, dhe rrënjë lulesh të ndryshme, lule që rriten në vendin tonë, rreth 35.000 rrënjë lulesh, dhe këto të varietetet të ndryshme, specifike për vendin tonë. Një tjetër element janë gurët, gjithë është kombinuar pjesa e sheshit kryesor, pjesët anësore të muzeu, mbrapa muzeut, para bankës, para teatrit kuklave, para ministrive, para bashkisë midis xhamisë dhe Pallatit të Kulturës, para Pallatit të Kulturës, në krah Pallatit të Kulturës, midis Pallatit të Kulturës dhe Hotel Tiranës. Të gjitha këto do të jenë të trajtuara me projekte të veçanta me gurë natyral, gurë të cilët do jenë me dimensione të ndryshme, nga ato masiv që janë 19x19, me trashësi 12 cm, 10 cm. Pse kjo zgjedhje me gurë? Është zgjedhje sepse guri është një element natyral, është një element që arkitektët kanë pasur dëshirë të përdorin, është një element që gjendet në Shqipëri. Shqipëria është e pasur me gurë të ndryshëm, pra gurë do të vinë nga gjithë trevat e Shqipërisë, është oliviniti i Tropojës dhe i Kukësit, është konglomerati i Bilishtit, është dragoshtuni i Librazhdit, kemi gëlqëror të ndryshëm që gjendet në Tiranë, Krujë, në Korçë, Gjirokastër, Sarandë, Berat, Prizren, Bulqiz, Ersek, në gjithë këto do të merren këto gurë dhe do të kompozohen në vende të ndryshme të këtij projekti. Gjithashtu edhe
element tjetër është dhe përdorimi i ujit të shiut. Duke qenë që janë sipërfaqe goxhat të mëdha, uji i shiut që do të bie në to, do të merret, do përpunohet dhe të ruhet nëpër tanke të mëdhenj në tokë dhe do përdoret për sistemin. Nuk do përdoret asnjë burim tjetër? Aty janë dhe burime të tjera, janë hapur puse xhama, se ky projekt ka kohë që ka filluar dhe pjesa e parë e këtij projekti është realizuar para 5 vjetësh, ku janë bërë gjithë punimet nëntoksore. Një pjesë e rezervuarit ka mbaruar, janë bërë dhe 3 puse të thellë që marrin ujë nga pra këto puse. nuk është vetëm shiu burimi i Shtrëvanit, sepse ndryshe nuk do kishte më... Po prapë, në gjithë botën ku ka ndërtime edhe një shtëpi ku bëhet, ato vend një tank. Sepse mori shumë vëmendje kjo është shiu dhe ndaj mori... Nuk e di sa mori vëmendje, po ky është një element që do si mund të funksionojë një Shtrëvan vetëm me shiu, me burim nga shiu. Pikërisht. Probleme teknike që janë të zgjidhura dhe janë menduar në detaj se si do të bashkërendohen. Pra është një rezervuar dhe... Janë disa rezervuar, është një rezervuar që është vetëm për Shtrëvanet, është një rezervuar që është vetëm për sistemin e vaditjes, dhe do ketë disa rezervuar të tjera që do ndihmojnë këto rezervuar që të bëjnë paditjen e gjithë gjelbërimit. Termat financiar të këtij projekti? Në ç'kuptim? Në kuptimin sa do të kushtojë? Ky projekt është akoma në fazë zhvillimi, nuk është përfunduar akoma, pritet që... Por një preventiv? Nuk është mbyllur akoma preventiv, është derisa jemi në fazë zhvillimi akoma nuk është mbyllur. Në momentin që do mbyllet, do jetë edhe buxheti sa do të. Një ndër debatet që sot bëhet jo vetëm në nivel mazhorancë dhe opozit, por gjithashtu edhe ambientalistë dhe shoqëri civile është betonizimi i Tiranës. Dhe sot pati akuza, në fakt, nga opozita se edhe ky projekt pra i shton betonin Tiranës. Si koordinatori këtij projekti, sa beton do të hidhet në këtë shesh, i cili përbë ka një risk? Tash shifra e betonit, sa beton do hidhet. Po sa është sipërfaqja? Betoni është një element teknik që përdoret në ndërtim. A do ta betonizoj ky projekt pikërisht ky shesh? Fjala betonizim është një fjalë që ka dalë në Shqipëri dhe nuk e di sepse përdoret. Nga betoni tepër të ka dalë, besoj. Është një element që përdoret për anët teknike dhe kur ti ke nevojë ta përdorësh, duhet ta përdorësh. Betonin e kanë shpik romakët, nuk e kemi shpik në shqiptarët. Përderisa është përdorur atë kohë, do vazhdoj të përdoret sot kësaj dite. Qofse ju flisni për aty, sheshi ka sipërfaqe të konstruar. Kur flitet për betonizim, zoti Agolli, bëhet fjalë për një balancë mes betonit dhe gjelbërimit. Nuk flasim për fjalë beton, se nuk janë thashtu do shtrohet me gur. Nuk ka betoni është element ndihmës që të përdoret për lidhjen e gurit dhe kështu. Nuk është këtu do jenë sipërfaqe guri, të punuara me pllaka guri dhe nuk do ketë sipërfaqe të pastra betoni. Nuk do ketë godina. Do jetë vetëm sheshe, trotuare dhe gjelbërim. Nuk e di se çfarë kuptohet me beton nga njerëzit që thonë betonizimi. Aty ka rrugë të tëra me asfalte dhe nuk thot njëri që sa asfalte kemi dhe sa gjelbërim kemi. Ky projekt do ketë që 50% është një balancë, 50% do jetë sipërfaqe zënë me trotuare dhe sheshe dhe 50% sipërfaqe me gjelbërim dhe pemë. Do të ketë brenda ambiente specifike për fëmijë ose vende pushimi për grup mosha të caktuara? Nuk është ndarë, është një projekt që është konceptuar, ndoshta në këtë emision do ishte më mirë që ju të ftonit arkitektët që merren me atë, sesa unë si projekt koordinator. Por ky është konceptuar si një projekt i tërë ku do jetë gjithë grupet të jenë në bashkëpunim me njëri tjetrin. Nuk janë që është një kënd lojrash me këndin e lojrave standard që jemi mësuar ne. Aty do ketë hapësira për grup mosha. Gjithë ajo është një hapësirë për këmbësorë. Mund të luajnë me patina, mund të luajnë me lojra të tjera. Është çdo gjë është në konceptin e një pjace, le të themi, një pjacë qyteti këmbësorësh, dikush mund të shkojë me kitarë këndoj që nuk e tha dhe kryeministri sot, ndoshta nuk e pranojnë në këto ambientet VIP dhe shkon aty, gjen veten dhe këndon. Është një pjesë e qytetit dhe gjithë njerëzit do të gjejnë veten aty. Mund ta shfrytëzojnë si të duan. Ndërkohë tha që është një mundësi e mirë punësimi. Sa persona do të punësohen? Sigurisht, sepse duke parë që sipërfaqet e mëdha që ka ky, ne kemi zhvilluar atë grafikun e famshëm të punimeve dhe aty del që të bëhet ky projekt për 12 muaj që është shumë i rëndësishëm të flasim për këtë. Duhet që të realizohet ky projekt i madh në 12 muaj, duhet të kesh fuqi të madhe punëtore. Dhe gjithë kjo ne kemi llogaritur që të arrijë gati në 950 specialistë dhe punëtorë të ndryshëm që do të
do të marrin pjesë në këtë kantier. Por kjo shifër është më e madhe, sepse që të prodhohen këto gurë, të prodhohen, të hiqen këto pemë, të transportohen, do ketë shumë njerëz të tjerë që në mënyrë të tretë do jenë të involvuar në faza të ndryshme do të kërkohen në këtë projekt. Kuptoj. Ndërkohë, sheshi Skënderbej ishte një projekt i nisur që në kohën kur Edi Rama drejtonte bashkinë, por më pas Lulzim Basha fitoi mandatin dhe ndërtoi sheshin që është sot. Çfarë nuk shkon te ky shesh? Për te debatit politik, në këndvështrimin tuaj si një ekspert, çfarë nuk shkon? Pse duhet ndryshuar? Se fundi fundit janë taksat e qytetarëve. Ai nuk është një shesh. Ai është një rrugë, është një rotondë në mes qytetit të Tiranës. Nuk është një shesh, po të kalosh sot, këmësorët kanë vetëm 2 segmente ku mund të kalojnë, nuk kanë akses në vendet e tjera. Të gjitha ato pjesë të gjelbra që janë tek Skënderbeu, të monumentit Skënderbeu dhe mbas tij, nuk janë të aksesueshme nga njerëzit. Janë me barë dhe nuk e lejojnë njerëzit që të kalojnë aty. Pra, ne duam që të gjithë pjesë të madhe që ka Tirana, t'ia kthejmë banorëve të Tiranës. Por në fakt janë edhe taksat e qytetarëve shqiptar, janë 2 projekte në kohë shumë të shkurtër që realizohen për mos të dukur si një lojë politike apo si një akmarrje politike. Një gjë e bërë me urgjencë dhe me nuk e di se çfarë kosto ka pasur dhe si është bërë, por është bërë një gjë shumë sipërfaqësore dhe pa pikën e studimit dhe pa një lloj vizioni për Tiranën se kush është dhe ku do shkojë. Ju thatë që do nisni konsultat, të paktën u tha sot. Po. Me çfarë grupe interesi do të nisin këto konsulta? Janë gjithë grupet e interesit që janë rreth e qark sheshit madh, ku kemi bërë konsultime me muzeun historik, kemi bërë konsultime me Hotel Tiranën, do vazhdojmë të bëjmë me Pallatin e Kulturës, me Operën, me Xhamin, me Teatrin e Kukllave, me gjithë ato stakeholders, le të quajmë, që kanë pjesë direkte me këtë projekt. Gjithashtu do bëjmë konsulta dhe me qytetarët e Tiranës dhe grupe tjera të interesit, shoqërinë civile, gjithë dhe ky projekt do shkojë, do prezantohet. Kur do të nisin konsultat? Konsultat do fillojnë direkt mas ditës sotme. Dhe shoqëria civile është pjesë e tyre? Do jetë pjesë e tyre, patjetër. A cënon ky projekt institucionet e tjera të rrotull? Jo, nuk cënon institucionet e tjera, por sepse është pjesë e gjithë tyre. Kuptoj. Nevoja e hapësirave publike në Tiranë është një shqetësim absolutisht permanent, jo vetëm për mendimin tim, por edhe besoj të shumë qytetarëve të tjerë të Tiranës. A ka projekte të tjera për shtimin e këtyre hapësirave? Flas edhe në lagje të vogla, në... Unë nuk e di, unë jam koordinator vetëm për këtë projekt dhe nuk e di se çfarë bën bashkia në drejtimet e tjera. Nuk detajet të tjera për projektin? Nuk kam detajet të tjera. To pak a shumë ishin detajet kryesore të projektit. Unë falenderoj që ishit në studio. Faleminderit.